Në të vërtetë rëndësia e sjelljeve të mira ka peshë të madhe në fenë e Zotit. Allah i Madhëshëm e përshkruan profetin e tij: "Wa innaka la'ala khuluqin adhim." Në të vërtetë ti je në shkolla të larta të sjelljes morale. Imagjinoni çfarë shumë ka pozitë sjellja e mirë në Islam, saqë profeti alayhi salatu wassalam ka thënë: njeriu me sjelljen e tij të mirë e arrin pozitën e atij që falet gjithë natën edhe agjeron gjithë ditën në ditën nxehta. Imagjinoni çfarë shkolle e lartë e vlerës është kjo. Pra te o robi Allahut, nëse ki sjelljet e mira, ju bën dobi vazhdimisht njerëzve. Prej buzëqeshjes. Edhe buzëqeshja është dobi. Ja hek ndonjë mërzi njeriu. E me tutje, fjalët e mira, sjelljet e mira, mi u largu dëmet njerëzve, mi u sjell dobit, mi u ndërmjetësu, mi u la borxhet. Me këto sjellje ti arrin shpërblim më të madh se ai që agjeron ditën dhe falet natën. Shikoni çfarë rëndësie të madhe ka sjellja në Islam.